15 vendet me IQ mesatare më të lartë në botë. A je ndonjëherë kurioz të dish se cilat kombe renditen më lartë për nga inteligjenca? Në këtë video do të flasim për 15 vendet me IQ mesatare më të lartë në botë. Sipas të dhënave të përmbledhura nga testet e IQ-s, raportet arsimore ndërkombëtare dhe studimet shkencore të fundit. Belgjika, IQ mesatare 101.2. Belgjika është një vend i pasur me histori, me një kulturë të thellë akademike dhe 3 gjuhë zyrtare: frëngjisht, holandisht dhe gjermanisht. Jetesa në një ambient shumë gjuhësh nxit aftësinë të menduarit abstrakt dhe fleksibilitetin mendor. Me universitete të njohura dhe fokus të lartë në edukim, Belgjika sigurisht e meriton vendin në këtë listë. Liechtenstein, IQ mesatare 101.5. Edhe pse është një nga vendet më të vogla në botë, Liechtenstein është një shembull i suksesit edukativ dhe ekonomik. Me sistem arsimor të mbështetur fuqimisht nga shteti dhe teknologji moderne në klasë, ky mikroshtet alpin nxjerr student me aftësi të larta në matematikë dhe shkenca natyrore. Finlanda, IQ mesatare 101.6. E konsideruar prej vitesh si kampione botërore në arsim, Finlanda përdor një qasje unike: më pak provime, më shumë autonomi për nxënësit dhe mësues të trajnuar në nivele të larta. Nxënësit finlandez zhvillojnë të menduarin kritik që në moshë të re dhe kultivojnë inteligjencën përtej notave. Holanda, IQ mesatare 101.7. Holanda është një vend që e vlerëson mendimin e pavarur dhe krijues. Sistemi arsimor përqafon inovacionin, teknologjinë dhe qasjen ndërdisiplinore. Kjo i bën studentët të përgatitur për të menduar ndryshe dhe për të zgjidhur probleme komplekse. Austria, IQ mesatare 102. Me një sistem të fortë edukimi dhe një histori të pasur në filozofi, muzikë dhe shkencë, Austria ka kontribuar për shekuj me radhë në zhvillimin intelektual të Evropës. Vjena, kryeqyteti i saj, është një nga qytetet me cilësinë më të lartë të jetesës dhe gjithashtu një qendër akademike e njohur në Europë. Suedia, IQ mesatare 102.3. Shteti skandinav, i njohur për politikat sociale dhe arsimin falas, Suedia fokusohet në balancën midis dijes akademike dhe zhvillimit personal. Nxënësit inkurajohen të mendojnë në mënyrë analitike dhe të ndërveprojnë me mësuesit si partner në procesin e të nxënit. Gjermania, IQ mesatare 102.5. Gjermania, si vend i inxhinierëve dhe filozofëve, ka një sistem dual arsimor që kombinon teorinë me praktikën. Kjo qasje ndihmon në zhvillimin e një inteligjence të qëndrueshme dhe praktike, duke përgatitur qytetarë që jo vetëm dinë të mendojnë, por edhe të veprojnë në mënyrë efikase. Luksemburgu, IQ mesatare 102.7. Një vend i vogël, por shumë i avancuar, Luksemburgu ka një përqindje të lartë të banorëve shumë gjuhësh. Arsimimi është prioritet kombëtar dhe përqendrimi në cilësinë e shkollimit sjell rezultate të larta në aftësitë logjike dhe analitike të popullsisë. Mbretëria e Bashkuar, IQ mesatare 103. Britania është shtëpia e disa prej universiteteve më të vjetra dhe më prestigjioze në botë, si Oxford dhe Cambridge. Kultura britanike e debatit, analizës dhe hulumtimit e ka përforcuar rolin e arsimit në zhvillimin e një inteligjence të gjerë kombëtare. Hong Kong,
IQ mesatare 103.1. Me një sistem arsimor tejet konkurrues dhe një theks të madh në performancën akademike, Hong Kongu ka nxënës që arrin nivele të larta në matematik, shkencë dhe lexim. Disiplina dhe puna e palodhur janë thelbësore në kulturën e tyre arsimore. Singapori, IQ mesatare 105. Në vetëm pak dekada, Singapori ka kaluar nga një vend në zhvillim në një superfuqi të edukimit. Metodat e tyre mësimore përfshin analiza logjike, mendim kritik dhe zgjidhje të problemeve në mënyrë sistematike. Nxënësit e Singaporit vazhdimisht kryesojnë testet PISA në të gjithë botën. Tajvani, IQ mesatare 106. Tajvani është një vend që investon fuqishëm në teknologji dhe arsim shkencor. Me një fokus të veçantë në matematik dhe lëndët teknike, nxënësit tajvanezë rriten në një mjedis që favorizon mendimin e qartë, të organizuar dhe të përqendruar në rezultate konkrete. Japonia, IQ mesatare 106.5. Japonia është një kombë që e trajton dijen si një pjesë thelbësore të suksesit personal dhe kolektiv. Që në shkollën fillore, nxënësit mësojnë disiplina të rrepta, përqendrim dhe përpikmëri. Kultura japoneze e respektit dhe vetëdisiplinës kontribuon ndjeshëm në zhvillimin e inteligjencës. Koreja e Jugut, IQ mesatare 106.8. Sistemi arsimor në Kore është një ndër më intensivët në botë. Nxënësit studiojnë me orë të tëra në ditë dhe përgatiten për provime jashtëzakonisht konkurruese. Pavarësisht presionit, rezultatet janë të larta dhe reflektojnë një përkushtim të thellë ndaj dijes. Kina, IQ mesatare 107.1. Në vendin e parë ndodhet Kina, jo vetëm për shkak të popullsisë së madhe, por për shkak të theksit të jashtëzakonshëm që vendi i jep edukimit. Në veçanti, qytetet e mëdha si Pekini, Shanghai dhe Shenzhen kanë shkolla elitare ku nxënësit trajnohen në mënyrë rigoroze në lëndët STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Kultura e konkurrencës, disiplina dhe mbështetja familjare luajnë rol kyç në zhvillimin e IQ-s. Këto 15 vende tregojnë se inteligjenca nuk është vetëm rezultati i gjenetikës, por edhe fryti i një mjedisi të ndërtuar me kujdes, me edukim cilësor, kulturë të leximit, teknologji të avancuar dhe një shoqëri që vlerëson dijen. Por le të mos harrojmë, IQ-ja është vetëm një prej mënyrave për të matur potencialin intelektual. Aftësi si kreativiteti, empatia, elasticiteti emocional dhe aftësia për të zgjidhur probleme reale shpesh janë më të rëndësishme se çdo numër. Në fund të ditës, ajo që ka vërtet rëndësi nuk është sa e lartë është inteligjenca jote, por si e përdor atë për të ndikuar pozitivisht në jetën tënde dhe të botës përreth.